Një njeriu tim i vdiq nëna dhe babai në një ditë dhe dikush aty nga familjarët i detyroi që në varr të fusi një pul që t'i bënin 3 se mos të vdiste edhe një tjetër antar i familjes. A ka bazë fetare? Që ka bazë budallalliku dhe bazë ignorance dhe bazë fallesh. Me që kanë vdek këto të dy me i ditë, pa tjetër duhet bësh edhe një i tret kurban, se për ndryshe do të shkonte edhe një nga shtëpia kurban. Paganizëm, idhujtari. Do më thonë, edhe pse jemi, në cili shekull jemi tani? Apo 22? Sigurt. Pra edhe pse jemi në shekullin 21, se unë gjithmonë thosha 22. Edhe pse jemi në shekullin 21, ka njerëz që besojnë kështu muhabetesh. E kupton ti çfarë bëhet apo jo? E kupton ti çfarë sprove madhe është mësu njerëzit? Se kush e ka thonë në një çmen, në një budall, në një xhindos, në një hajvan, e ka thonë këtë muhabet dhe e besoj gjysma e botës. E beso që po vdiqen 2, patjetër duhet bëj kur duhet edhe mundësisht jetë pule zez. Jo pul me çikla, me lara ose e bardhë, ja duhet jetë pule zez, ajo e bë efektin tamam.